Mirë po Arben, na nuk e kemi të lasën të kjo. Ta dëgjojmë pak kryeshefin, drejtor, me shumë respekt, ta dëgjojmë deri në fund kryeshefin, po. Nuk kemi nuk kemi kontroll asnjëherë. Na e kemi të lasën të pamundësia financiare, për shkak se kemi kryer shërbim 5 muaj pagesa dhe thirrja që komuna zyrtarisht i ka bërë qytetarët kanë paguar në komunë dhe nuk besoj që janë veç 346.000 euro që po thot drejtori. Ne kemi zyrtar këtë raport, Unë e kumpranu listën e paguesve. 22.000 klientë janë që kanë pagu. Mbos listës që më është dërguar nga shefi i sektorit Beturina, Duka Xhingashi. Na e kemi emailën zyrtare, jetu e përcjell. Na i ka dërgu, na e dim sakt me emër, me mbiemër kush ka pagu. E kemi raport zyrtar prej drejtorisë të financave 341.000 euro në hyra prej qytetarëve për periudhën janar-maj deri më tani. Edhe na e kërkojmë çështje zyrtarisht, edhe kërkon e javë dërgojmë. Edhe pse është problem